Përshëndetje miq dhe mirë se ardhët në podcast në Fiqin. Sot kam kënaqësinë ta kem musafire Lindita Morina, e cila është eksperte në fushën e hipnoterapisë për 15 vite me radhë. Lindita Morina është një profesioniste e certifikuar si master hipnoterapiste nga FSH dhe NGH, kjo që është në Zvicër, me studime të plota në zhvillim personal, kranio-sakral, terapi dhe sistemin limfatik, e njohur nga MRA dhe ASCA. ASCA është një shoqat e cila është e njohur nga mjekësia zvicrane. Ajo ushtron aktivitetin e saj profesional në Zvicër, ku ka ndërtuar një praktikë të suksesshme, duke ndihmuar njerëzit të çlirohen nga frikat, të transformojnë mendimet dhe të ndërtojnë një jetë me më shumë vetdije dhe qetësi. Për shumë njerëz, hipnoterapia është një koncept i ri apo i keq kuptuar. Por Lindita ka bërë misionin e saj të sjellë një qasje shkencore dhe praktik në këtë fushë. Lindita, mirë se vjen. Mirë se gjeta Fiqi, faleminderit për ftesën, ndi kënaqësi të jam këtu. Faleminderit edhe ty shumë që gjete kohën edhe mora vendimin marrë në podcastin tim. Jam shumë falënderuese. Edhe Lindita, para se të hymë në temë më thellë, kisha dashur të tregu pak për veten tonë, si nisi ky rrugtimi yt për hipnoterapi, edhe si integrova mësanaj hipnoterapinë si profesion në jetën tonë. Do të shkëm tregu pak diçka? Qështëse këte, unë që 15 vjet jam në këtë drejtim, me ordinancën tem në Hoktorf. Në vitin 2008 kom fillu këtë rrugtim më intensiv. Okay. Përpara kom pas terapi trupore për veten tem, kanë fascinu gjithmonë përshëndetin tem po ashtu edhe për fëmijë, por në vitin 2008 shpërtheva nga një dhimbje thellë që në vitin 2008 ndroi jetë vëllau jem i madhe pa prit. Edhe masanej drejt më thonë nuk dita që është me vazhdu. Dita që është me vazhdu jetën pa to, edhe nisha që janë këto terapit mira dhe vendosa me fillu me meditacion. Tash më kthy mas, në atë kohë, në ato trajtime që i kum pasun, që i kum marrë shumë intensive, edhe me përpunu mërzin, atë dhimbje të thellë, po... Do më thonë ti ke kërku shërim për veti? Po, që e vrejsha që njëjtën kohë ka diçka më shumë këtu. Do më thonë, dhimbja vllaut më takoj me një botë tjetër që nuk e njefsha përpara. A mendon se duhet na njerëzit me përjetu diçka, me përjetu diçka derisa vim te kjo pikë që me kërku që si lloj ndihmash? Për shembull, siç është hipnoterapia, meditimi, zhvillimi personal në përgjithësi. A mendon se shumë për shembull kam dëgjuar që thonë na njerëzit nganjëherë duhet me përjetu diçka jo të mirë, për me mund marrë qëtë pikë që me përpun din, me uzgju, dhe më thonë, se dhja për më kupton... Po të kuptoj. Nuk është të thonë që duhet me prit deri në atë pikë, po unë kom shpërthyn nga ajo. Edhe në ato trajtime e mësova një botë tjetër, mësova si çka është intuita, në atë përpunim të se dhimbje të thellë, veshin edhe tema tjera,
çka ishin në vetën tem që si kisha marrë me plot vedije deri në atë kohë. Qysh thash ma herët nuk është e thonë me prit deri sa të vjen këto, por unë e vendosa për vetën tem masi erdhë dhe e përjetova këtë proces të vllau që nuk humba ditë veç një vllau, po gjithçka. Historia e tij, përjetimet e tona si popull, po kur e pava që sa një mon meditacioni, që tash unë me thonë ish aty edhe vetë hipnozë, ato trajtime u quishin shërim në kreativitet, ka pas shumë instrumente në ato trajtime, po nuk u quj ka të vetë hipnozë, po shërim me fëmijën e brendshëm. Edhe e niva se... trajtime nga dikush, do më thonë në mënyrë profesionale. Po, që ke ditë me trajtu vetën vetë. Jo, nga një terapisti që ajo i ofrojke këto trajtime, po. Njëjtën kohë terapi për veti, po mësojsh edhe shumë, edhe qysh thash ma herët, më fascinoj ke ky drejtim gjithmonë edhe e takova potencialin tem aty. E sa ma shumë që ki kërku shërim, aq ma shumë e ke gjetë vetën. Aq ma shumë e kom gjetë vetën edhe kuptova se është një punë tjetër që neve na drejton, një program tjetër që në bazë ti veprojmë edhe aty vendosa me bo dhe transformime tjera edhe vendosa me 2010 tani veç kom fillu të shtëpia ka pak me punu ke drejtim mja dhonë tjetrit ato që ka mora unë. Se ne dhimbja është të fill me përpunu me këto teknika që na mendojmë që janë të lehta, po nëse praktikohen këto janë shumë të filla dhe shumë të mira, edhe tashmo veç s'ka pas nalën mo. A mendon se është besimi ka rrit, do më thonë besimin ndaj hipnozët në atë nivel të mjaftueshëm, sepse unë e mendoj që ka ende shumë njerëz, ose shumë është numri i madh i njerëzve që thjesht nuk e besojnë hipnozën, sepse njerëzit janë mësu me shku te mjeku, do më thonë, edhe me përdor një ilaç me një herë që me besu që do të ketë efekt. Ose në hipnozën nuk japim ilaçe, japim, do më thonë, zakonisht kësi lloj receta që i shkruajmë na, çka duhen me përdor njerëzit, po është diçka e padukshme. A mendon se kjo krijon një farë lloj frenimi tek njerëzit që nuk e besojnë në efektin e saj, vetëm për arsye se nuk shihet, po dhe është ajo frika ndaj hipnozës, sepse është prezantuar hipnoza kompletamente ndryshe se që është. Nuk shihet, po ndjehet. Nuk shihet, po ndjehet, edhe kur e vren se në transformim ti merr energji ma shumë, ato e ndjen, klienti e ndjen personi, tash e ndjen edhe klienti i jam, po nuk zaventsohen trajtimet e mjekut. Metodat tona janë mbështetëse, po nuk janë zaventësim trajtimit mjekit. Këto është një bashkëpunim i mirë nëse personi ka të nevojshëm trajtimin e mjekit. Po ka persona që nuk e kanë të nevojshme trajtimin e mjekut, unë vendosa me marrë këtë drejtim, mund ka mjaftu. Po nëse si mjafton dikuj, apo një klienti tem nëse si mjafton, unë e orientoj tani te mjeku. Po. Çfarë është hipnoterapia dhe si funksionon ajo? Kur njerëzit dëgjojnë fjalën hipnoterapi, shpesh e imagjinojnë si një teknikë të mistershme ose diçka që shohim në film. Por në realitet, hipnoterapia është një metodë shkencore që ndikon drejt për drejt në nënvetdijen tonë dhe ndihmon në ndryshimin e modeleve të mendimit. Lindita, a mundesh me na shpjegoj se si funksionon në të vërtetë hipnoterapia dhe se si funksionon ajo në sistemin neurologjik? Hipnoterapia është një relaksim i thellë, do të thonë mundesh me krahasu me fazën para gjumit, edhe në mëngjes kur zgjohesh nga gjumi, që është një lodhën i mirë i pushueshëm i omël, edhe në ata momenta transformohet ndjenja mes suggestioneve pozitive, të transformohet ajo ndjenja që klienti s'don me pas më. Edhe ky relaksim shkon faza që quhen gama, beta, alfa, theta, delta, më varet tani ku klienti apo personi hyn, po në atë moment atëherë mendimet janë të qeta. Për ata mundet më bëhet transformimi që vyn qetësia, por më bëhet transformimi i pozitivitetit ma i thellë edhe efektiv.
Dhe më thonë, personi është në atë moment me plot vetdije I lidhur me nëndjen e vetë. Nëndja është gjithmonë këtu, na funksionojmë, programi nëndjes është mbi 90%, funksionojmë na automatikisht nga nëndja, vetëm në ata momenta që është me plot vëmendje I lidhur për mu transformu ajo ndjenje, ajo frika, apo pasiguria, apo çka s'don klienti me pas mo. Klienti është gjithmonë këtu, mundet me dalë gjithmonë nga hipnoza në çdo moment, nëse ai nuk dëshiron me vazhdu. Këtë dosha më ta buse ti që shumë njerëz kanë frikë dhe është shumë interesant se unë kur flas për çdo edhe ja propozoj dikur një terapi, ma bën jo se kam frikë se nuk do të kthehem. A ka bëti në herë mos më kthy dikush? Jo, që absolut është. Unë veç po du me bë pak më të qartë për shikuesit edhe që thjesht mos më pas arsye. Fiqi, para se me studiu thellë hipnozën, unë kam menduar dhënë që gjatë hipnozës ti je në xhom apo nuk je këtu, terapisti bën me ty çka do. Unë përpara kam pas frikë për terapistit, edhe kur kam shku, më kujtohet leksionin e parë te Gabrieli. E kom shiku Gabrielën të Imrana, sikur esha që kom me boki me një. E vërtet, edhe unë. Deri ditën e parë që kom fillu me kursin, unë kom pas një farloj. Po se kjo vjen nga televizori që është kjo është krejt show. Jo, janë të mite që nuk është ashtu. Me spritsha, me na hypnotizuajni dhe më thonë me pa çka më për me ditë se çka është. Pikërisht kjo më ka befasu që hipnoza është aq pozitive edhe krejt diçka kundërta manipulimit. Çka shohim në televizion ashtu. Po çka shohim në televizor, ato janë mënyrë të organizuar që na kemi mësuar që e kemi kuptuar të njëjtën e kum pritur thonë, derisa kom provu vet. Kom besu dhone që është sikur në televizor. Po, kur e kom edhe ma thellë hipnozën e kom studiu prapë për temat mijat, nuk jem shku me bo këtë trajtim me praktiku në ordinancë, po kur e kom po që është aq efektive dhe aq pozitive, s'ka me diçka tjetër se sa me prezentu këtë metodë aq efektive edhe që direkt punon me programin tonë, direkt I transformon ndjenjat, kanë klientat shumë rezultate shpejta. Po në fakt edhe më ka ndodhur që kur kom vendosur me mësu për hipnoterapin, nuk ka qenë absolut mendimi, ka hapur një ordinancë dhe të fitoj pare për saj, absolut hiç. Po thjesht e kom pa ndikimin e saj, efektin e saj, saj kom ndihmu mas pore vetes, saj kom ndihmu familjes teme, edhe automatikisht I desh ose nuk desh ti taki me praktiku, sepse është dëshira madhe për të ndihmu njerëzve. Besoj që një hekër është. Po, kjo është ma madhja se si qysh e prezentova, pse kom fillu, këto nuk e kam veç punë, po e kam mision edhe pasion, e du shumë edhe tani gjithmonë në shërbim të klientit, edhe kur e përjeton edhe vetë, se sa ndihmon, atëherë nuk mundet me thonë dikush që nuk ndikon, kur ta përjetosh vetë, e kur nëse kthejmë tash te neurologjika, që ka ndikon sepse truni regjistron gjitha. Është në frikë, apo në frikë për shembull reagon truni simpatikos. Aty prodhohet adrenalin dhe kortizol shumë. Kur është njëri gjithmonë atë koncentrimin e lartë, por prodhohet shumë kortizol edhe adrenalin, pa shëndetshëm. Kur të futet në gjendje mbijetese. Është gjendja mbijetese. Do të thonë personi është gjithmonë në gjendjen mbijetese, në frikë. Ajo nuk mundet me qenë e shëndetshme sepse ajo shkakton dome tjera, siç janë dekoncentrimi, tensioni, pagjumësia e shumë tjera. E kur futet personi në hipnoz, punohet me parasimpatikusin. Do të thonë ajo është përgjegjës për qetësinë e trunit, e mendjes, edhe për mendimin tim, si të vetja apo për klienta duhen 2 fazat më përjetu. Se adrenalin dhe kortizol duhet trupi me prodhu, po jon masën e lartë jashtë masës, po duhet edhe qetësia. Shkon klienti gjithmonë kështu, këto valet kështu, e jo kështu, apo kështu. Kjo, veç ky sqarim do të thotë shumë, se ku mundet me konë që e the edhe ti, kur është truni gjithmonë në mbeti, se
nuk mundet më konë e shëndetshme. Fakt hipnoza sot është për mua gjithçka. Është natyra, janë fjalët, janë suggestionet pozitive, janë ato që ka i marrë me vetë, janë ato që ka foli me vetën. Është për mua pjesë e jetës tem e pa paramenduar mos me pas pjesë jetës tem. Edhe metoda tjera ndihmojnë shumë, po hipnoza ka një vend të veçantë se e di që ndihmon shpejt dhe efektiv. Edhe kjo hipnoza është diçka shumë e natyrshme, na ashtu 2 herë ditë mas pak një 2 herë ditë para gjumit, po apo kur zhytem me një libër. Po. Kjo na ndodh në mënyrë më të natyrshme, domethënë. Vetëm që kur bëhet përmes një terapisti është qetësia, relaksimi hala më i thellë, edhe që aty bëhet mësane riprogramimi, po e tham. Tek njeri. Po duke nisë nga ajo që populli e ka të regjistruar që hipnoza je në gjumë, ka ndoshta asnjë lloj hipnoze, po në nokën jo. Okej. Cilat janë mitet më të zakonshme të hipnoterapisë dhe si është realiteti i saj? Mitet janë këto të pakëndshme që është manipuluese, nuk mundet çdo njeri me hin hipnozë. Unë më para sqarova se hipnoza është shumë diçka e natyrshme. Diçka tjetër është ku du me punu më intensiv me veten dhe fut në një relaksim që është një frikë pak më e madhe që më vjen një mbështetje një terapisti apo një personi, është diçka tjetër tani. Janë terapisti bën me ty çka don. Unë me ta lyp për shembull me mështirë ti mund hipnozë, la mundesh ma lyp pinin e bankës ti mund? Pin kodin e bankës? Jo, që nisëm nga jo që hipnoza këto shoqata që i përmene i kanë etikën, edhe një terapist që i kërkon këto nuk është etike, që protokolli aty aktivizohet vetëm vetë dëshira e klientit. Dëshira e ndjenjes, po dëshira edhe e ardhmërisë. E ato e merr terapisti, edhe ato e aktivizon dhe transformon, heq diçka tjetër. Nëse vjen diçka tjetër, atëherë ki punë me terapistin. Nëse ja thu kodin e bankës. A mundesh me na tregu si ndikon hipnoterapia në sistemin tonë nervor, edhe çfarë efekti ka në emocionet tona? Në sistemin tonë nervor ndikon shumë, to nis nga ajo që vitash edhe të terapi trupore, që qetësia e bën atë efektin jashtëzakonisht madh pozitiv, domethënë në klientin. Unë me sa kam përshtypjen edhe çyshe praktikoj vetë, duket se veç kjo qetësia e thellë që vetë që kjo është shërimi. Po, absolut. Kryesor. E masandaj që vinë ato suggestionet tona. Që ndikon dhimbje. Do me thonë që mundet në trurin nervor me ndiku edhe në dhimbje, mundet me ndiku në frikë, në pasiguri, në shumë tema tjera. Qyshe thati vetë relaksimi që duhet të praktikohet domosdo, edhe teknika që i merr klienti me vete edhe praktikon këto, ajo ka efektin jashtëzakonisht shumë. Unë më fol para kësaj rrugë që jam hi këto, nuk muj me paramendu sot pa ditën teme pa pushim, pa relaksim, me marrë energji dhe prapë tani me vazhdu. Sa aty është kualiteti i shëndetit. Kjo është, më thonë, vetë relaksimi, po nëse ki tema me transformua, po afirmacione që do një transformu, ajo është edhe ma shkon ma felt, flasim tani për një terapi ma intensive, ndikon në çakullimin e gjakut, ndikon në koncentrim, e aktivizon vetë shërimin e qelizave, ndikon lëngun e trupit që na jemi nga qelizat, për shumë tema. Para me ndonjë ditë, unë deri sa kom fillu me praktiku hipnozën në jetën teme, unë deri në qatë ditë nuk e kom kuptu që unë muskujt e mi me dhe dje ku nuk i shliraj. Unë para me ndonjë, çka ka ndodhur me trupin tam deri sa qatë ditë që kom fillu me integru hipnozën edhe me ditë gjerën e saj. Unë kur nuk i kisha pas çliru komplet muskujt e mi. Edhe tash njerëzit ku mbyesin për hipnozën, thonë është ndjenja më e bukur që mundet me projektu njeriu, sepse ti kur nuk din çish me shliru muskujt e tu vetë komplet vetëdijshëm. E tash shpesh e nxo veten gjatë ditës
që i ka muskujt komplet shtrënguar. E tash paramendon dikush që nuk e din kurrë, as nuk e praktikon kurrë, muskujt janë çdo herë shumë të shtrënguar edhe kur nuk janë shirur. E që të efekte ka shumë hipnoza. Thjesht do të thonë që çka ndodh kur nuk e din edhe kur e din edhe kur e praktikon sa e mirë është diçka që thjesht me shirur rutinë tonë. Që me dalë për qasë gjendjes mbi jetesës. Linditi punon edhe me kraniosakral. Kraniosakral unë nuk kam njohuri absolutisht edhe mëses po presim me gjithë ty çka është kraniosakral, si ndikon ajo edhe si e praktikon ti ato. Terapia kraniosakrale është terapi trupore që punohet me langun e trurit cerebral. Do më thonë mbështjellësi i trurit, ai langu i parë që është edhe mbështjellësi i kurrizit. O që vjen nga shpina mbrapa. Ai lang kur nuk është aktiv, do më thonë ai shkakton dhimbje apo bllokada në shpinë, në qafë apo dhimbje koke, migrena e tjerë. Në njëjtën kohë punohet me fasciet që i mbështjell organet edhe muskujt. Dhe në mes këtyre teknikave trupore lirohen ato edhe e njëjta jo si kur të hipnoza, po efekti është i njësojt, që edhe aty aktivizohet relaksimi ma i thellë, dhe qysh të ati kur të lirohen muskujt, kur të lirohen muskujt, atëherë e ka trupi shansën me aktivizu langun e trupit dhe me aktivizu qelizat që e shkojnë një farmyre në vetë shërim. Normalisht që janë aty tani do pika që preken ma me orientim apo me vedije, po efekti është njësoj. Po, edhe ato janë kur punot në kurriz shpinës janë sikur pika meridiane. Edhe kjo përdoret për shumë tema. Këto e kombinoj shumë shpesh me sistemin limfatik, që sistemi limfatik është... Që më thonë të sistemi limfatik tani? Sistemi limfatik, kjo është prap langu i bardh, por në lëkur. Kjo është në lëkur. Hynë dhe mra, po jo intenziv si kur kranjo. Po. E personit, e njerit, kurse kjo sistemi limfatik është në përkrejt trupin. është në përkrejt trupin, në përkrejt lëkur edhe me terapinë e sistemit limfatik po si një parapun. Sistemi limfatik është përgjegjës për imunitetin. Kjo qeliz është i mbron njerëz nga gripat, nga smundjet, po kur nuk funksionon intakt që shduhet, kjo është përgjegjës edhe për langun e trupit, për me qit ujnë jashtë, kur aja nuk funksionon intakt që shduhet, mbledhet ujnë në trup. Do më thonë, shkojmë në këtu është specializimi janë të edemat. Ata njerëz që i kanë komt e trashën të mush në ujë, nuk janë gjithmonë njerëz të trash, po janë të mushun me ujë. Kjo mundet me dalë nga disfunksioni ke qelis, nga operacionet, nga ndeshjet, nga një thyrje dorës apo e kompës. Ja. Ndihmon faktikisht edhe kjo për çdo temë, ka pas klienta që kanë pas suksese për migrenën, për alergji, po ashtu edhe kjo relakson, qetson, është shumë ma shumë manuale, nuk është si kraniosakral që ndikon në emocione, kjo është ma shumë shkon nga teknikat e mekanizmes. Shumë interesant. Interesant. A më tash mirë që e mësova dhe kuptova, sepse njoh një person që i ka non-stop për hajta, edhe ka shku në përmjek, edhe ka bërë terapi të ndryshme, edhe ende as një diagnoz nuk ka mujt me gjithë. Thjesht ka problem, përdojnë medikamente, po të ojnëta janë në çdo herë. Po, kjo do të thotë që uji nuk transformohet nga jashtë. Po, dërgoje që mjekët nuk e propozojnë shumë këtë metodë, faktikisht kjo aktivizohet edhe te fizioterapistat, po duhet një farmyre si me lyp vetë. Sepse është vynë ko pak ma shumë edhe është një terapi intenzive për më konë efekti intakt. Një terapi e ti për shamu?
Unë e thamë nëse preken ato pikat që duhet mu prek për një terapi intensive, mas pakti 45 minuta. 45 minuta deri 90 minuta. Sa me praktiku për shembull një metodë? Me sa terapi për shembull arrihet efekti? Më varet në cilën fazë është klienti. Varet duhet me pa njëherë në cilën fazë ku është ujë mbledhun, në cilën fazë është po. Nuk mundesh me thonë asnjëherë sa terapi duhet, më varet sa është i gatshëm klienti me punu intenziv apo ngadalë. Aty të njën edhe ato çorapat kompresion shtrymb që i thonë këto e tjerë, po ja vlen me punu në këtë drejtim për me transformu me qitë ujë nga jashtë, sepse nga ujë i mbledhun në trup shkaktohet presioni shkakton dhimbje. E kështu shkon tani kjo si zinxhir. Tash për me qenë unë edhe pak më e kjo, se na nuk i dim kur për shembull, unë për veti, kur munda me kuptu që e kam nevojshme një terapi të tillë? Kur munda unë me ditë cilat janë shenjat për shembull që më jep trupi jam, që unë me kuptu se në bazë të dy shenjave mundet me qenë një problem për shembull që është e nevojshme një terapi me kraniosakral ose me sistemin limfatik. Po, nëse e njën vetën të lodhe, nëse e njën vetën që po rëndosh, po shton pesh, dhe po është që po mbledhet ujë të trup, për kraniosakral, dhimbje të qafës, të shpinës, migrenat, kokës, koncentrimi, por edhe çështjet shpirtërore në botën emocionale, që edhe aty punohet me nervin parasimpatikus. Aty punohet edhe me nervin vagus që është përgjegjës për shumë organe edhe e tjerë. Kur ta ndjesh ti, kur ta ndjesh që ke nevojë për mbështetje, atëherë mundesh me orientuar një terapist. Po edhe me paraprit. Ma mirë është me paraprit se sa me lonë. Po, se na zakonisht na njerëzit e presim me na ndodhë dhe masanena duhet me met në përmjet në për aty këtu për me trajtu mësane i vete. Me kraniosakral terapi punoj shumë edhe me fëmijë që janë hyperaktiv, që kanë energji tepër. Caktuar për shembull kur mundën me orën terapi apo është çdo moshë e lejuar? Po vetë për kranio, për kranio qysh se bebe, kranio është për fëmijë ma e propozume, nga una janë lymf ma pak, se është mekanizëm edhe është diçka tjetër. Hipnoza fillon nga mosha 7 vjeçare. Jetën e përditshme dhe si ta përdorim hipnoterapi për të ndryshuar jetën tonë. A ka teknika të thjeshta që mund të përdorim çdo ditë për të programuar mendjen tonë për sukses dhe mirëqenie? Do ta pyesim Linditën. Lindita, mundesh me na i thonë disa praktika që munden me përdorë hipnoterapin për të kontrolluar apo për të menaxhuar mendimet edhe emocionet tona? A ka ndonjë praktik të veçantë apo ka disa praktika që mundesh me na thonë tu? Çka më me thonë këtu është për me të boni praktik mu lidh me në ndijen, kur të futeni në relaksim apo që shkoni para gjumit, paramendoni një vend natyrë dikun që keni qef me kon apo e një kon, se në mes mendimeve arritet që energjia të vjen të ti. Edhe në atë moment që e shihni vetën me një vend, këtu flasim për hipnozë. Imagjinatën kur e përdorim dhe më thonë është pjesë e hipnozës, apo? Është pjesë e hipnozës, sepse këtu tashun qysh e kom mësu, meditacioni është diçka tjetër, hipnoza tash e din edhe ti, hipnoza është diçka tjetër, po masi po thu diçka për hipnozë, me një vend ku relaksoheni, edhe një moment që e keni përjetu të mirë në jetën e juve, ato me aktivizu, me reaktivizu çdo herë që futeni një pushim me mendjen e juve. E shumë mirë që e cike këta meditimin dhe hipnozën. A mundesh edhe ti se unë paka shumë e kom përmend këta në për videot e mia, që se shumë njerëz flasin për meditimin, por në fakt jo që bojnë hipnoza. A mundesh pak të tregu edhe ti për shikuesit se e di që edhe ti ke të kryme për zhvillim shpirtëror, flet pikërisht për meditimin.
Edhe tash e qërë që mundesh me më përkra pak në këtë pjesën. Mundesh me tregu çka është hipnoza edhe çka është meditimi. Si funksionon hipnoza edhe si funksionon meditimi, ndoshta me pak fjalë me pika të shkurta. Qysh tash nga fillimi, unë kom fillu në vitin 2008 me mendim që është meditacion. Dhe kemi aktivizu gjithmonë vetë hipnozën që unë e kuptova ma vonë. Vetë hipnoza është në atë moment që rridh një film, që e sheh veten dikon me një vend, apo e sheh atë fëmijën në brendshëm të vogël dikon, ose në të ardhmen, aty flasim për hipnozë. Meditacioni është fokus i mendjes. Fokus me një element, apo meditacioni është kredi diçka tjetër çka e ka jashtë zakonisht efektin pozitiv, qetësues edhe e qartë trunin. Meditacion muj me thonë që kur të koncentrosh me një punë, ton ditën ti mundesh me konë meditim, to është koncentrimi i lartë. Po. Hipnoza është në të moment që e fillon një film, ajo është vetë hipnoza. Okej, do më thonë në shumë të në kohës, na njerëzit, do më thonë jemi në hipnozë në njërë pavetëdijshme thjesht. Imagjinojmë se shumica për shembull që dojnë me manifestu, e dojnë një jetë më ndryshe, ulen, i mbyllin sytë edhe mendojnë që në kam meditojnë, ba ata janë thjesht të bëjnë hipnoza. Edhe për atë është edhe efekti edhe i arritjes së rezultateve më shpejt. Absolut, po. Më kanë ndihmu shumë. Për ata kom nejtë në këtë rritim, po kur e kom pa tani tamam që ka qenë hipnozë, edhe e kom ditë se pse më kanë ndihmu. Edhe meditacioni ndihmon, po ashtu në tema, po hipnoza ndihmon direkt në ndjenja. Ajo i kapë dhe i transformon me njëherë ndjenja. Por edhe kisha dashur të shtu këtu për shembull që unë e thonë çdo herë hipnoza është kur do me ndryshu diçka. Meditimi është që nuk mundesh me ndryshu, po me mësu me pranu. Ajo është po. Lindit, me që na folem që hipnoterapia është komunikimi me ndërdijen tonë. Edhe do më thonë puna jo si hipnoterapist është me një klient, me punu, një farmyre me ashly ato programet e vjetra edhe me instalu diçka të re. Unë gjithmonë e bëj një krahasim me kompjuter, me laptop, me çka do qysh. Me çdo mjet teknik që e përdorim, do thonë që e blejmë të ri edhe na putim programe aty gjithçka. Tashtit, na do më thonë pra që thash për me shku te një hipnoterapist e bëjmë riprogramimin. Unë e dhom si kur prap të kur e qenë një kompjuter mi a largu virus, me pastru. A ka ndonjë teknik të veçantë ose a ka diçka, ndonjë mjet, çfarë do qoftë që na mundem me përdor mënyrën, domethënë mënyrë të përditshme, pa pasur nevojë me shku te një hipnoterapist. Qysh mundem në për shembull me riprogramu veten vetë në shtëpi, pa pasur nevojë me shku te një hipnoterapist. A ka ndonjë mundësi apo nuk ka? Mbas mendimit tam, mbas te. Ka teknika atleta, për shembull e merr një temë, thojmë pasiguria dhe dalë me qenë i sigurt para publikit apo para kur shkojsh në provim apo diçka, mundohesh edhe e zaventson ato me një suggestion pozitiv në vazhdimsi. Në vazhdimsi sa që të bjen nërmen, ajo që është ndalesa programi. Për shembull unë du me një provim për marrjen e patent shoferit edhe konflikt të madhe. A ka këtu ndonjë metodë që unë mund me përdor përpara, që bile s'paku me a largu vetit këtë frikën e madhe? A ka ndonjë metodë të diçka që e përdorte apo jo? Me frymarrja me fillu. Me teknikat frymarrjes, edhe në atë moment kur të fillojsh teknikat e frymarrjes, e mendon ato çka do me arrit. Atë suggestionin që do me posti moj apo ja dal, edhe konfrontimi tani është në pyetje. Konfrontimi e hap pas hapi, ka ndryshim të vogël në praktik, edhe kja tani shkon intuita apo bota emocioneve të mësu, se qësh është programu aty, ajo që s'don me pas më, është e mundshme të programuat edhe kjo tjetra. Transformimi
i në ndjes është shumë i lidhur me praktikën. Do më thonë, çka do në një temë që do me transformu, nuk muj me lanë veç teori, por e lidhe me praktikë. Ka pas hapi me praktikë. Muj me marrë në shembull temin, unë kom pas frikë me folë para një grupi, para publikit. Edhe e kom pa që e kom transformu në ndjenës disa herë, po para si më konfrontu edhe me forcu në praktik, nuk ka funksionuar, ka me veç e transformume, e gachme, më ka prit mu deri sa dalë, më konfrontu me atin drejt për drejt. Po, kështu që nëse nuk është shumë e thellë, nuk ka panik, është mirë më mundu vetë. Nëse të ka panik, e ki ndjerësi të shumë, apo ki dridhje qojve shumë, që s'mu në sheq, atër propozohet më shku të një terapist. Lidhe edhe që pyetje du me ta bo, është jashtë pyetjeve to, apo thjesht po du me shti këto në podcast. Shumë njerëz, domos shqiptar, kanë frikë nga fluturimet në aeroplan. A mund është edhe qëto diçka me dhonë, si me bo, si me qetësu, paga shumë friken, ose si me marrë edhe hapin e parë për me një në aeroplan, marrë sepse kur na nuk e marrim këtë hap kohë, unë e thamë, është diçka jo e mirë, sepse na jemi këtu për me eksploru, për me pa, edhe ta shkame nuk i kush i blokohesh. A ki edhe për qëtu një diçka konkret, ndonjë mjet praktik që mund me përdor njerëzit? Po, kam edhe klienta që e kanë këtë fobi, këtë frikë nga aeroplani, që mund me qujtë lirisht fobi. Muj me provu me frimarja, edhe mi thonë vetës muj, ja dalë edhe me mendu diçka pozitiv. Nëse ajo nuk mjafton, atër do të një transformim i thellë që nuk është të thonë që ai person ka frikë direkt nga aeroplani, ka njëherë është kritikun tjetër. Po, mundet me konë femëria, po një moment që i ka përjetu klienti keq, edhe ja vlen tani mu transformu ajo, mu liru që qyshe qujtë ti, ata janë t'izolum, nuk muj me shku, mu këthy që shdojnë, se i ka ko për para, frik, panik, po. Ja vlen se edhe ajo lirohet, po. Edhe për varësi të ndryshme është natyrisht hipnoza shumë efektive, apo? Po, dhe për varësi të ndryshme. Ose raste me varësi për shembull që të trajtu njerëz që kanë pas varësi? Me varësi duhani, po. Alkoholi. Me alkohol në varet ku janë, kjo duhet më shqyrtu mirë, se ku janë. To jo gjithë guxojnë të trajtohen. Apo cilët njerëz, për shembull, këtë pyetje patjetër që duhet të bësh hipnozit, cilët njerëz nuk guxojnë të trajtohen me hipnoterapi? Kontraproduktive është hipnoterapia nëse është konzumi i alkoholit i lartë, edhe epilepsia, psikoza edhe shizofrenia. Këto nuk janë kontraproduktive, nuk bën me përdor hipnozën. Po ka tema që janë individuale, aty mundet më kyç terapisti me psikologin apo psikiatrin ku është ai klienti. Ka bashkëpunim hipnoterapist me psikolog? Trajtim, po, nuk ka pas psikolog apo psikiatr që nuk më ka kthy përgjigjen, edhe e ka shqyrtu çështjen e klientit, pacientit tij, edhe në bashkëpunim aty kemi gjetë një bashkë rrugë që u kon shumë efektive për klientin. Po njerëzit që marrin qetësues, medikamente qetësues, antidepresive, kështu me radhë, apo guxojnë edhe këta njerëz me u trajtu apo jo? Mvaret sa është doza, që aty në protokoll mushet se ja përdorin hap apo ajo, në bazë të asaj tani mvaret sa është doza, por propozohet me kontaktu me fach personën që me profesionalista kualifikuar që janë ata, mjekët apo kush ata i. Po njerëzit që kanë probleme me zemër, edhe me tru, për shembull, sëmundje të ndryshme, e këta guxojnë me u trajtu edhe këta ju, për shembull. Sepse zemra është një kryesor që është i percepton ndjenjat, edhe në hipnozën natyrisht se punojmë shumë me ndjenja. A ka ndonjë dom këtu, a lejohet për shembull edhe këtu ajo? Tek zemra
është diçka tjetër që po thutja të relaksimi ka efektin pozitiv, po në gjithë mjen përcjellje të gjesteve klientit gjatë hipnozës. Nëse ndodh diçka para atia diçka të duhet me reagu terapisti. Që këto janë individuale, shqyrtohet pse tek sa çfarë problemi zemrës është, se këto është edhe terapia kraniosakrale. Në pyetje se sa muj, çka është kontraproduktive e çka është për. Është shumë individuale. Dita, nga studimi deri në krijimin e një zyre në Zvicër. Domethënë ti studiove dhe pastaj hape ordinancën tënde në Zvicër. Gjatë këtyre viteve dhe gjatë këtyre seancave, gjatë këtij rrugtimi tonë që e ke bërë në jetën tënde profesionale, në karrierën tënde, a ka ndonjë rast konkret, ndonjë histori pak frymëzuese për shikuesit që ty thjesht të ka ngel në zemër? A mundesh me veçu diçka? Po, që nga fillimin vitin 2008 fillova dhe 2 vite u mora me veten. Bona transformimin tem personal edhe në atë kohë isha 30% punojsha në këtë firmën Shpitex që vinë nga para jam infermierja asistente dhe punojsha në atë kohë. Edhe kur fillova hap ordinancën të shtëpia, gjesha klienta aty, edhe përqindja mu përshtatke shumë që hap pas hapi ndërtova tani paralel ordinancën tem dhe më isha organizu me fëmijë jashtëzakonisht mirë, që ishën atëherë në moshën 10 të poshtë, po 3 fëmijë të rritur tash, po në atë kohë ishin 10 të poshtë kur fillova me ordinancë. Po. Edhe paralel ke punu, ke kriju karrierën tënde. Po, edhe hap pas hapi tani ndërtova karrierën time. Në zemrën ka met transformimi jam personal edhe ndikimit e klientat që në atë kohë që tregojsha çka jam të bo dhe Shpitexi më dha mbështetje të madhe. Edhe veshin klientat vetë kështu ishin këto shaja për mua që kjo është rrugtimi jam edhe qysh nga fillimi tash. Për mua kjo punë nuk është lodhje, nuk është punë, që kur ta gjejsh potencialin tënd edhe e don punën që e bën, nuk është punë më. Tani kom fillu me trajtimin e sistemit limfatik edhe... Ta e ke integru ma vonë apo? E kom integru ma vonë, mas këty në 2 trajtimeve që janë shërim kreativitetin edhe shërimi i fëmijët në brendshëm. Këto kom fillu që klientat apo pacientat të Shpitex i shifsha me ujë në trup edhe do isha me ditë se çka është ma fërë. Po. Edhe në zemrën ka met edhe du me shpërnda, kom dash nga fillimi me shpërnda, me lëviz këto metoda edhe të kyqen çdo kund. Edhe ky ka qenë të një qëllimi jam, pse regjistrimin shoqata që punojnë bashkë me sigurimat shëndetësore dhe pse regjistrimet e mjekt e tjere sa kraniosakrale terapive që është regjistrumet e mjekt, është në listë dy në jo që e kom arritur në këtë punë, po edhe tjerë terapist që veç të shmija full këto, edhe mjeku është ai që i vendos shumë punë. Hap pas hapi tani këto veç e më shku të zgjeru, të thellësu, edhe është një punë pa lodhe, se në pun të ish me lodhe nuk kisha mujt deri këto. Sigurisht. Është vetdashja, është dashnia për punën. Është dashnia që don minimu edhe tjetrit. A ke ndihmu familjes tonë shumë? A ke mujt me pas ndikim të fëmijët e tu për shembull me hipnoza? Se thuhet që një terapist nuk mundet me trajtu familjen e vet, fëmijët, partnerin, sepse besimi nganjëherë nuk është sa duhet tek nona për shembull, fëmijët me pa nonën si hipnoterapiste, se na e dim që është nona e jo hipnoterapiste jonë. A ke mujti për shembull të fëmijët e tu me pas ndikim? Sepse unë të disa kom mujt me i trajtu
Edhe disa thojnë, jo, o kryp. Te fëmijët e mi, kom diku sigurisht që unë ndryshova. E ndryshova A vetë transformimin e të? Komunikimin me veten, po edhe me ta. Kjo ka pas efektin shumë, janë konë edhe këta tre që në atë fazën që janë konë shumë thellë, më kanë nxjerrë. T'ju jap atë forcën, edhe t'ju jap ato me veti çka ju duhet këtyne në shkolla, apo që ju duhet nga jashtë. Terapi trupore i pranojnë, moj mi bodhone çka i përket çështjes shpirtërore, jemi ma largë, se jam shumë ofër me ta me ndjenja, edhe nëse kanë diçka nevojë, ma mirë shkon të njëri neutral që ju jep sugjestione tjera apo këshilla tjera, a mu veç zhvillimi ndikon një përqindje shumë të madhe të fëmija, se në njëjtën kohë na jemi prind po dhe idol, edhe pasqyrë e fëmijëve dhe automatikisht i marrin ato me vete edhe janë shumë ma të vetëdijshëm, janë shumë ma të pavarur, janë shumë po. Kjo është. Mirë shumë. Si ndihesh ti kur e sheh transformimin e njerëzve se në përvitje në një parë krahasie që nuk moj me përshkruaj me fjalë. Ç'është bën ty më ndi kjo transformimi i njerëzve, për shembull se kur të vinë në aty në ordinacë, e ti edhe e ndjen energjinë e tyre është komplet ma e ndryshe, ma të ndrydhur, edhe qëndrimin e trupit njerëzve e vrejnë si ta diçka nuk janë mirë. Kurse mas terapisë, ose qysh një është ti? Raste jashtëzakonisht mirë. Për marim një shembull të atak paniko, që kom pas shumë klientë kohë në fundit me atak panikon, që kanë vujt me vjet, me 2 vjet, me 3, me ma shumë. Edhe ky fenomen normal që ndikon në krejt jetën, që ata izolohen, nuk e njën vetën mirë, nuk dalin tani edhe me shoqëri, i humbin ato lidhjet sociale, edhe dalin nga këto, prap një jetë, një farë mënyrë me teknikat e hipnozës zot të vetit, edhe shohin prap jetën e kualitetin e jetës, se çka është. Kjo është për klientin edhe për mu një përjetim jashtëzakonisht, me plot kënaqësi. Sepse ai kur ka ndjen një herë, po thojmë këtë fenomenin jo të mirë, ai nuk pranon nuk thyj prap këtu. Ai shkon veç përpara. Të frika në përgjithësi ndjej kënaqësi për ta që e di se ç'është është i më koni lirë, ç'është është më koni me frikë. Është kjo që më plotson, rezultati i klientit. Edhe uroj që sa ma shumë të sqarohet, uroj që jo veç klienti që punon me veten, po ai shpërndon energji pozitive dhe aty ku shkon. Kjo shkon të ngjyros pozitivisht kudo ata që shkojnë. Ndi do ta bëjmë një pyetje jashtë programit tam, sepse e di që është shumë e rëndësishme. Mu personalisht prindërimi më shtin shumë e mendu, duke u nis nga ajo çka përjetuam na në trajtimin me klient hipnoza. Po thuja se çdo blokad, çdo potencial që ndrydhet në personin e individin tani është shkaku nga fëmijëria. Domethënë këta fëmijë duke mos pas lejimin nga prindi me qenë vetja, edhe duke mos pasur një edukim të kualitativ, kjo sjell pasojat te klienti më vonë, siç janë ata paniku, frikat e ndryshme, varësi, edhe duke e ditë se sa e rëndësishme është vërtet edukata, prindërimi, po du më ta bëj ty që të pyetje, çka kishe dashur ti si Lindita, si eksperte e hipnoterapistë me vitet e tëra, edhe pa duke pas përjetime të ndryshme, çka ju kishe këshillu ti prindve në lidhje me edukimin ndaj fëmijëve të tyre? Diçka për fond kështu të mirë. Këtu çka muj me thonë është koha, me kalu kohë me fëmijën. Do më thonë me i mbështet ata më shumë të emocionalisht,
Po se vetë koha, vetë prezenca e prindit, ata i qëtëson. Ju e apë siguri. Edhe e vrenë që ti po merresh me ta. Prindi është terapisti më i miri që ekziston. Edhe me përzgjedh pak komunikimin rreth tyne, me këqyrë se çka bojnë mirë edhe atë me i forcu. Megjithëse sistemi i shkollës në Zvicër nuk është i lehtë, fiqit të cekin edhe këto që ata vinë nga një herë të mushën dhe kanë nevojë me shprazat atë energji që e kanë mbledh, edhe gjithmonë me qenë atë perspektiven e përcjelljes. Se çfarë ndryshimeve po ka fëmia apo çka është tu përjetu. Unë them që kur ta njehsh fëmin ton, mundesh me vrejt edhe se çfarë ndryshimi po ndodh në ta apo çush e ka gjendjen emocionale. Që unë i kam 3 dhe secili ka karakterin ndryshe. E kur ta njehsh fëmin, atëherë mundesh me ditë çka po ndodh me to. Domethënë sidomos koma. Aktivitetet jashtë, lëvizjet. Lëvizjet në artë pastër i bojnë fëmijëve shumë mirë. Që kanë shtypje, nuk është orari i shkurt në shkollë këto, kanë atë mjaftueshëm shtypje. Kështu që të shtëpia të jenë pak më të lirë. Kurse unë kisha dashur me thonë sa më shumë të marrem kohë për ata, se mos t'i pyesim se si po ndihen. Unë një ushtrim që e bëj shumë me fëmijët e mi, sidomos para gjumit, para se t'i vendosin gjumë, i çoj pak më herët në shtrat, që të kemi pak hapësirë dhe kohë, ata me pas mundësinë me reflektu ditën e tyre, edhe unë e di që para gjumit, domethënë, që tha më herët, janë ato valë që hymë veç në gjendjet natyrshme filloj me një hipnozë, edhe ata në kohë mi japin përgjigjet më lehtë. Një thonë mundësinë shpreh. Në këtë kohë, po shumë e rëndësishme që na thjesht t'jemi afër fëmijës, po do me thonë me lidh gjithçka me botën e sotme, sepse shumë prind vetë janë qëndrojnë shumë në telefona, në televizione, fëmijët i çojnë në dhoma. Kjo është diçka tjetër tani. Po kjo, do thonë me kohë fillon me u bë si një lloj lomshi te fëmia, sepse fëmia e din që nuk e ka përkrajen nga prindi, nuk e ka guximin me pyet prindin për diçka, edhe këtu fillon një blokadë emocionale. Unë këto do është me cikë se... Edhe s'më me kanë të hapun, kjo është diçka tjetër, unë e ceka ma herë që na jemi idol për fëmijë, jemi pasqyrë për fëmijë, kjo është një mbarësi që s'po në ndodhë, po. Atëherë na erdhëm gati të fundi, gati jo, po erdhëm të fundi edhe një mesazh ndoshta për këtë fund të këtij podcasti, ti veç na cekëm një për fëmijë, po në përgjithësi një mesazh që kishë dashur me fund. Për nanat edhe për gjithë, një mesazh, një ritual që mu bën mirë është kur të kry punën ditore, fut në mendime shkurt edhe për cilë ditën pak qysh ka kalu, ku ka qenë pozitiviteti, çka muj me bo në ryshe, edhe e lëshoj. Edhe e një knaqësi shumë të madhe që u largova tash nga puna edhe koha për veti. Aty tani ndodh automatikisht relaksimi i atij personit personal, po ashtu që edhe nonat kanë nevojë shumë për këtë që të ju japin fëmijëve kohë që është e nevojshme, ka dhe nona lodhje normalisht që edhe ajo ka kohë për veti 15 minuta jo gatë edhe ja vlen ky ritual. Lindita, unë këtu të falenderoj ty nga zemra për çdo shpjegim që e bënë, që ke marrë kohën pra, marrë me na spjegu, pra si është hipnoterapia dhe për gjitha këto mjete që unë i quaj mjaft të rëndësishme për sistemin e njeriu, për jetën tonë, që thjesht t'i japi mendjes tonë dritë edhe mos jetojmë në terë. Faleminderit për çdo këshill që na i dhe. Faleminderit edhe nga ti Fiqi për kohën, për ftesën, me plot dëshirë kam ardhur dhe me plot dëshirë shpërndoj këto, që e thash, çka më kanë mund të ndihmon edhe të tjerëve. Faleminderit Lindita. Duke ju uruar një mbrëmje të mirë dhe mbajeni mend. Eksploro hipnoterapinë. Çdo ndryshim fillon nga brenda.